Përshëndetje. Tashti mendova që u përgjigja edhe pyetjet e tjera për ju që nuk prisni. Edhe po filloj tani ke pyetja parë për sot. Edhe po fillojmë tamam kështu, po thotë ora me 11 të gëmo. Për ju që të kuptoni, kanë bajnë edhe shumë të shenja. Jo shumë, po lajmërojnë nga ato angjellike, për shembull, mund shkruash 11 kuptimi, për shembull aty ke Google, edhe ta shpjegon aty për shembull. Çdo më thënë. Për ju që keni qejf numra kështu. Nëse po fillojmë. Faleminderit, kam respekt për ty. Unë të kuptoj shumë mirë edhe pse nuk kam pas eksperiencë jashtë trupit, po të lutem, a mund t'i përgjigjesh pyetjes time për planetet? Çfarë janë ato dhe si ndikojnë në kene planeta? Planeta janë kështu si loja tjera, kupton, si universe tjera, si konstruksione tjera, që kuptoj unë. Ka dhe kështu dimension aty, mrena ke loja, ta kupton? Varet. A janë për të mirën tonë, apo për dashpunojnë ato me katën e dytë? Po për të mirën tonë jemi ne që jemi këtu, që jemi kënë gjendje. Janë ato engjëllët tonë që na ndihmojnë. Unë me aty qaska, po në s'kam pas as planeta të gjatë, të të drejtën. Kështu që s'po ti. E çfarë roli ka Saturni në inkarimin e shqiptarëve? Se di, po ketë në i farë Saturni, a i zë ishte vetëm për shqiptarët, a ishte për gjithë botën, them unë, po unë se di. Kur them energji satanike, ekziston djalli, energji negative, entitete negative. Kështu kur them unë energji satanike, po ekziston djalli, energji negative, entitete negative. Po pra djalli, kush është djalli? Djalli jemi ne. Është i engjëll si puna jote, si puna ime, që ka ikë nga dashuria, që është mëjnë për mëjnë, original që jemi gjithë ne, edhe ne e shohim si djallat, e kupton? Edhe ai e lun rolin e vet si djalli, ose si entitet i keqe, si energji e keqe. Me kështu që kanë kuptuar këtë djalli, edhe ky është shpirt si puna jona, kupton? Po e vin ban ashtu që s'ban. Se ku jemi të gjithë ne, jashtë kësaj lojës, jashtë kësaj botës, ne jemi gjithë i soj, gjithë me dashuri të pafundshme, gjithë vetëdijshëm, që tutja i Zotit atë nalt. Ashtu jemi gjithë ne. Për këtu me lujmë dhe rolet për shembull. Mund vi i engjëll për shembull nga nalt, nga ato katët nalt. Do të thonë që gjithë engjëllat janë të mirë. A kupton? Ai mund ndryshojë, mund bëhet i keq, ose e kap loja, ose e kap diçka, ose shkëput nga dashuria. A kupton? Vjen i natë jani. Dhe bashkë më keq. Edhe këto janë ato engjëll të rrezitshëm që themi ne, këtyre mund t'i thuash djall, këto janë ato djallët për shembull. Janë si puna nesh. Edhe krijojmë ne edhe të mirën, edhe të keqen. Edhe ashtu që kuptojmë ne shumica jon, jo ti dhe unë, edhe disa tjerë, po shumica njerëzve, shumica shpirtave, po që është ajo fjala vërtet, e kanë kriju këtë për shembull, a kupton? Janë vënë dakord për shembull, që vendosin në një farë presidenti kështu, ashtu mund ta votosh aty për shembull që e duam një eksperiencë që na të vi një që të luajnë në një lojë e keqe. Se me këto ku djallat e këto gjërat që i bajnë të qija tani, ne i bajmë këto eksperiencat me këto, edhe atëherë ja dim tamam vlerën e mirë, shpirti kush është edhe ashtu zhvillohet edhe shpirti, po si ka hyrë keq fare këto që bëjmë me, po si shtaja për të ba kaq vështirë sa është tani në këtë moment, se unë e kam shpjeguar edhe përpara. Po ne e doshim këtë eksperiencën, por kjo ka ikim edhe më keq fare, a kupton? Kështu janë këto entitete negative që i krijojmë ne, edhe energji negative, se edhe engjëll ai është Zot, ai krijon me menin e vet, a kupton? Ka dhe kështu këqij tjera, ka lloj tjerash më thur që lloj engjëllash që vinë për shembull i mashtron njerëzit tu dhe këto mendojnë se ky është në far Zoti dhe ky i mashtron, a kupton? Edhe këto bajnë këto rituale të kështu edhe e binin energjinë e tij këtu këne. Se edhe dalin këto ke Hollywood janë, se po thonë këto e kontrollojnë dhe lekët, a kupton? Këto e dinin me çat fusin aty përpara nesh.
çan dëgjojmë, çan bajmë, a kupton? Se ka pas kontrollu, imagjinoje ti. Matrixit, tipi Matrixit janë këto, që kanë bërë Matrixin tipi Matrixit. Na ka pas dorë shumë vite të ne. Janë knajtë me ne. Edhe kanë kriju këto gjana. Po, ne kemi dash, ku ta shohim atje edhe Hitleri për shembull. Edhe këto njerëz, thoshti për qysh nuk i falet. Nuk e fal Zoti, por ai Zoti është edhe erdhi këtu për të bërë diçka. Ishte i fare agjenda, e kupton? Duke të çuditshme, po kur i shef nga ana atje nalt e kupton, po do të ish pak i zhvilluar, por se këtu i shef nga me një njeriu, ky ka bë keq, ky ka vrarë njerëz, ky çfarë ka bë, ky ka therr, ky miliona njerëz. Pashu kanë bërë edhe të tjerë përpara. Po të zosh historinë e vërtet. I kështu i mene çfarë bëjmë? Ai mund të jetë ti edhe unë i shpirti për shembull, e kupton? Po me kemi vendosur këtë jetën, këtë moment, edhe kjo ka të bëjë me shumë nga zhvillimet e tona, çfarë eksperiencë kemi marrë ne, që jemi ku jemi sot, që i kuptojmë këto gjërat, që po i flasun. Kështu gjitha gjërat ekzistonin më, po edhe Angeli ku të marrë lojën dhe e shofi vetën atje më tan. Edhe ai është harruar, po thoya, kupton? Që kush është ai i vërtetë çka ka bërë, edhe këtë e dinë, kupton? Kështu është ajo kjo loja, kjo topi për momentin, se jemi shpirti i Zotit këtu ne, po vim këtu të harruar për momentin, edhe kemi eksperiencë ku i krijojmë këto djalle dhe këto entitetet negative. Ato ku marrën loja një shkon atje, duket sikur është 2-3 minuta që kanë thënë, kupton? Edhe si tip duke i në banjo dole erdhe, aq ishte, a kupton? Është pak shumë e çuditshme me kohën, s'ka dhe kohë. Është ai manipulimi këtu që mendoni se ka kohë. Gjithë ndodhi në njëjtën kohë, prezent. Po nga që na kapin këto gjërat me vetdijen tonë, me ndërsa do ikim punë, a kupton, kanë kriju dhe orën, çfarë është bërë dhe nata me ditën gjithë këto ta japet ilusionin se ku ka kohë këtu për shembull. Kjo është një nuk është komplet të shpjegueshme, po ta kuptoni pak a shumë. Që krijohet koha. Po këto janë tema pak shumë, duhet të kesh eksperiencën tuaj aty kuptosh mirë. Një koment tjetër. Videot e tua e kam qenë ndër të parët. Unë kam pas një eksperiencë kur kam qenë i vogël, gati 4 o 5 vjeç. Kam qenë me temperaturë 42 gradë. Afër kisha mamin. Në një moment kosisht mu hap hapësira e sikur kalova në një dimension tjetër. Kur këtu ku isha unë në krevat ishte natë, e kur u hap kjo hapësira si një portë rrethore që e pashë, që hape, e ishte direkt nga ana tjetër. Po pra, ti me pas një kështu përvoj jashtë nga trupi. Aty ishte dite. Po, kjo eksperiencë ishte ditë, me këtu ku ishte ti ishte në darkët. Me peme e një livadh me lule. Jo si në Peralla, ishte një ambient shumë natyral. Po, ashtu është, shumë ambient shumë natyral. Prandaj është ndonjëherë, kupton, është e çuditshme që ta shpjegosh këtë gjërat ndonjëherë kur do ta marrësh eksperiencën vetë, ta kuptosh tamam çfarë po them unë. E i thosha në nëstime, shiko, flisja i manitur. E dëgjoja zërin e saj që më thëriste, po e dëgjova shumë larg, derisa më thirri disa herë. Derisa e dëgjova zërin e saj shumë afër. E në atë moment sikur dola nga ky dimension e kjo porta në hapësirë u mbyll. Njësoj sikur u hap e u gjenda në krevat. E çdo gjë ndodhi që unë kam qenë koshient gjithkohës. Pa ka qenë vetë një eksperiencë jashtë normales. E nga shumë kohë edhe unë kam qenë shumë i tërhequr nga këto tema e shumë duhet të thoja. Edhe nëse ke parë filmin No Solar, jo, se kam parë, që ka qenë shkruar nga një medium Chico Xavier, të fliste për një mjek që ishte nga ana tjetër. Kam pyetje, po për momentin vazhdoj të ndjek videot e tuaja të përshëndes. Po, te që ke pasi këtu i me, që ka qenë një kështu, mund të thush, tip që mund të shofë shkohën e ardhshme, a kupton? Kjo është si tip potenciali, si tip shu, edhe mund të thush si tip shu vizion profetik, që e ke natural mëjna për mëjna ti këte.
Kjo është tip, se kur ti dalësh nga trupi, kjo ti merr shumë gjëra tjera, shumë fuqi tjera që po ta mund. Ti mund të marrësh për shembull, mund të shohësh potenciale çka mund ndodhin përpashme, diçka që do ndodhi për shembull, që është potencial për të ndodhur pak a shumë ashtu siç ke pa ti. Edhe ajo të ka dalë ty, është hap ajo ti ke fajme, që do bëhet edhe i ndin këto gjëra, ashtu është shumë natyrale me pemët e gjithë gjëra që po thotë ti. Ku ishte ti ishte natë, me këtu ishte ditë, se po shet një potencial të ardhmen. A kupton? Kështu që kuptoj unë. Po nuk kam pas këtë eksperiencë si këto. Edhe unë i kam treguar disa nga ato. Po kjo është për nënën tatë, nuk ka të bëj fare me tjerë, për atë dimensionin tatë. Pa kjo është shumë që e bukur, mund të shohësh të gjëra të shumë, a kupton? Nga gjenetike që janë dhe smur shumë, a kupton se nga që trupi që ky veni është nuk kërcon dot shpirtin kollaj, është ti burgo ky trupi për shpirtin. Mund të thosh që është nuk shkëput kollaj, por ku qetësohesh atë ku je fundje të keqe fare, s'ke më energji ta marrësh atë dhe sikur dorëzohesh edhe bam dalin këto eksperiencat. Kështu kjo do të thonë që ti je shumë e zhvilluar nga shpirti kur i ke këto eksperienca. Edhe e di pak a shumë që janë sensacione, ç'a bëhet aty, ç'a s'bëhet, edhe vazhdosh me këto eksperiencë mia vite që kam shkuar këtu Ron, që mund praktikosh, duhet të shohësh shumicën atyre ose të gjitha, ta kuptosh mirë, edhe mund t'i praktikosh, ti shkruash ato çfarë mbajnë rëndësi, ti kërkosh, ti bash gati, ke telefoni, bësh aq sa ke mundësi, edhe fute vëmendje, fokusohu ke kjo eksperiencë, që të marrësh edhe më shumë ose eksperjenca tjera që janë similare, barabarta ose ndryshe, s'ka të bëjë, vetëm të kesh eksperiencë, kupton? Në fillim. Sa të kuptosh më shumë, t'ja marrësh dorën, a kupton? Se kjo është, a kupton, është shumë ndryshon komplet ajo perspektivi jote me, a kupton? Kur ke pas një kështu eksperiencë. E di me ku je këtu, me çim po flet, edhe e di ku je aty. A kupton, çish është. Po. Përshëndetje, të ndjek çdo video për të bërë një pyetje në qoftë se ke përgjigje. Unë kam problem me kockat. Po më bëhen poroze. Çfarë mund të bëj në mënyrë natyrale? Se më kanë rekomanduar të marr një gjilpër në damar dhe unë e kam me dyshim dhe nuk e kam bërë akoma. Kam frikë se mos ka efekte anësore. A keni një përgjigje për këtë? Për pas mundësi të pyesni kur ju shkëputeni gjithmonë brenda mundësive. Faleminderit. Pas ke problem me kockat me këtë edhe po të bëhen me poroze. Çfarë mund të bëjë në mënyrë natyrale? Po, unë se kam unë kisha unë unë së rekomandoj doktor, i me ti bëj qa dush. Me kockat. Ajo një më mira në botë është ato frekuencat të shërojnë trupin, agjërimi, 2 edhe afirmime, ose mund të programosh edhe ujin. A kupton, merr një kështu bidon të madh me patë mundësi ose me plastik, ose me ndaj legend, ose me ndaj farë, po diun, kështu tjetë metal ose kopër, edhe e programon atë ujin aty për shembull. A kupton? Edhe e programohet për shembull, edhe e pinani. Për shembull mund të shkruash diçka ke uji. Ja i mujt ditë, maj aty me në vend, edhe shko folja aty ujit për ditë për shembull. Edhe me atë frekuencën tate për shembull, edhe mund dëgjosh edhe frekuenca për shembull që varet që mund për shembull që ka të bëjë që mund të shkruash për shembull aty anglisht, mendoj se ka për çdo gjaje. Frequency for porose ose edhe dalin ato që një gjon për shembull çka do ketë shumë themu, ato frekuencat janë shumë mirë, çrojmë mëna për mëna. E çfarë kam zbuluar unë me, kanë ardhur këto çka quhen, këto medbed. Janë kështu krevate që janë që çrojnë shumë shpejt nga çdo lloj sëmundje, edhe nga kanceri, edhe
Do thonë njerëzit pra gjysore i orë unë si di, po unë besoj se ka shumë benefit aty, që shëron njerëzit shumë shpejt kur ky krevati. A kupton, dhe Japani ka fillu me këtë emë, që kam pa unë pak aty, që u bëhet tu, edhe këto gjërat mund ndihmojnë, po këto emë kanë dalë mirë, janë Shqipëri, s'ke lek për to, s'ke lek për këto, varet, unë si di sa kushtojnë që bajnë kur janë qas janë. Po unë të kam thënë ti s'ke nevojë pas i gjatë, ti për shembull të bash pak argjirim, jenë ditë se të pastrohesh mëna për mëna, forcojnë ato qelizave, komplet DNA ato. E forcojnë kockën e damarit, e mëna për mëna, i fusin gjërat në vend vet, i heqin gjithë gjërat e këqija, ti jesh në ambient mirë për shembull, pa të mundësi me qetësu veten, edhe me bë afirmime të mira për veten tatë, me forcu këto gjërat, këto ndihmojnë nga gjitha. E s'ka të baje fare, ti je i Zotit, ti ke kriju këtë trupin, avatarin. Kjo është një lodër. A kupton, ti ke kriju këtë me ti me vetëm me menjen tate ke kriju këtë, me menjen tate ti mund ta shërosh prapte. A kupton? Këto koska dhe shu, po i me, po të thush, kështu ka pas familja ime, kështu ka pas halla ime, atëre ke një besim tjetër për shembull. Unë kështu, kjo është ajo më e mirë në botë. Për gjitha gjanat, këto janë shumë antjente këto, janë shumë ato që kanë qenë shumë zhvilluar që jetoshin përpara që i bëshin të gjërat, a kupton, që kishin fuqia dhe tjera dhe a kupton. Kështu frekuenca për shembull që YouTube-i mund ndihmojnë shumë, ti ngjosh ato frekuenci, e shëron vet ajo, qelizat e trupit e gjanat, duke u reatu aty. Edhe mund të shkëputësh nga trupi me ato muzikat prap. Edhe të shëron, edhe pastron. Për ato meditime, afirmime, të gjërat që të them unë, është një kombinim me ndjeve të mirë, me për çdo gjëje. Edhe rri mrapa. Edhe besoj që bëhet, mos në gjatë tje që thojnë zbahet, e tje që shkujnë, nuk janë ato të kapëm. Unë them që bëhet jo. Po vinë shumë me teknologi e tjera që ka bëjë me frekuenci, si puna atyve gjërave, që përkrijon dhe njerëzit. Po unë do i tregoj sa më shumë në të ardhmen, kur dalin to. E me po zbulohen. A kupton? Edhe po doli diçka unë do flas për atë, me ndihmu sa më shumë, po i shoh nga pyetjet. Çfarë duhet për ju pak a shumë, me ndihmu sa më mirë. Po kur bëj këto gjëra ti që po them unë ti ndryshon komplet, ti a kupton? Komplet gjana rregullon këtë trupi, po besove ti vetes tate, që ti e ke kriju gjithë të gjërat. Ti je pafundshme, ti je dashuria pafundshme, nuk ka lodër këtu. Ky trup është magjik këtu, se është po thuaj si puna jote, po nuk ka të bëjë fare me shpirtin kush jeti mëna për mëna me vetdijen. Ani kjo është një si tip veture që vetëm e manti këtu me që e fut mëna në veturë. Si ky trupi. A kjo i me të bjen për qark. Ne trupi është dobësu pak, a kupton? Ti me di gjysh ta marrësh trupin, se jeti me shpirti mëna ke makina. E po mirë. Po bëj këtë veprime që po piçuni herë, para se më shkoj doktori, edhe bëj këtë ja i muj, 2 muj, 3 muj, e shife herë. Si ka të bëj me trupin tat, du të çarosh vetëm, edhe po e bën ti këtë me ti ças bën tani, se do marrësh vetdijen edhe që gjitha gjanat bëhen. Jo vetëm kjo gjë, ku i bën të gjanat, gjysh duket të vjen vullneti ty. Ti ndryshon komplet si njeri. Si Zot. Mëna ky njeriu. Që kjo është ajo e imja. Se ka lloj, ka dhe planta gjëra, po prapi me të medicinat, mund të gjesh në gjatë mirë për këtë, po unë a kupton, unë di që kam gjitha gjëra për mëna, unë ato po them varet ku është njeriu, sa unë kam qenë në atë mendje për shembull pak i dobët doja diçka nga përjashtë, ndaj far medikamenti, sa ashtu isha mësu. Po ka mora vesh unë që a kupton? Nuk ka nevojë për medikament ose diçka tjetër. Po ti bëj që s'du, sa që ngjohet trupin tat, mos ngjo mua se po si e trupi gati për të që them unë, mos e bëj. Dal nga dal fillo, pa të mundësi. A kupton? Po trish meditim ti edhe pastrohet, gjitha gjanat futen në rregull, ku di unë që ta them. Meditimin e pastron nga këto gjërat, po duhet i besosh që jeti i Zotit, që ke kriju ti gjithë këto gjërat. Jo ti po e tjerë për ti ato si ato të tjerë. Ose mund të jetë ti kriju si kësaj, që dihet, ka muhabetin.
se s'ka të baj, të jeti se t'jeti krijuesi. Këtu mund t'jesh i krijuesi sajt lojës, pa atje jemi zgjidhësoj jashtë sajt lojës. Po këtu me bëjmë se njani di më shumë se tjetri. E varet nga eksperiencë që kanë pas, lojet, rolet që kanë qef të lojnë. Kështu me tipa nxjerr të gjërat. Ta them dysh ta kuptosh mirë, po ndiqjes po vjen kështu që duhet. Po besoj se e kupton çfarë bisede po bajon për këtë këshill. Përshëndetje, kam një pyetje tjetër, bazuar në ndarjen e kohës në tokë, që është në vit, muaj, jave, ditë, pastaj kemi 4 stinet dhe lëvizjen e diellit dhe hënës. Duke sikur e gjithë këto është një orë qiellore. Kush e krijoi kohën dhe kush i mërtoi ditët që në gjuhën shqipe duket se çdo ditë është e mërtuar sipas një planeti. Dhe sikur ka të bëje me të, hëna e hënë, Marsi e Marte, Merkuri e Mërkullë, Jupiter e Inte, që është edhe planeti më i madh i njohur apo i ftohtë, Venera apo Afrodita, që është e premtja, Saturni është shtuna dhe dielli është e diel. Dielli është e diel. Do kisha aq shumë dëshirë të na tregosh nëse ke informacion për këtë, faleminderit. Ja, nuk kam shumë informacion për këtë. Bazuar një muaj, pastaj kemi 4 stinet. Unë si kuptoj mirë, po e kuptoj pak shumë, po unë s'jam fut aq thellë sa e futi këtyve gjënave. Për këtë po them, nuk kam qejf në jetë ta fus ta kështu. Ta nes dritën me të bëhet dritë, kam qejf të futem më në përmena, çysh bëhet e hana, çysh e ka emrin e Marta, çysh e ka emrin e Mërkura, çysh u bë e Entja, po ti intereson shumë, nuk kuptoj. Nuk ka në gjatë keqe. Po kështu unë si kam zbulu shumë, ta them drejtën. Kush e krijoi kohën e kush e mërtoi ditën. Ne kush ta them të, ti me imagjinoj 13 shpirta. Ne jemi miliarda shpirta. Janë 13 nga ato. Janë për qark. Janë deri aty. Po këto kanë pas eksperiencë të tjera, nga eksperiencë të tjera kemi pas gjithë eksperiencë, po këto kanë pas eksperiencë. Nga këto eksperiencë ato kanë kriju këtë planetin, po thoj, këtë botën, këtë konstruksionin, këtë lojën. Me një nga ato, po thoj, kjo është e tip kështu, ta kuptosh. Një nga ato del nga grupi thot, unë kam këto eksperiencë mia, unë jam kështu një arkitekt i mirë, thot ky. Unë du një që është i mirë me artificial intelligent. E ti thot, jam unë i mirë me artificial intelligent. Hajde këtu. Me është ky tjetri për të bësh kreative, mençuri, kështu ta bëjmë këtë lojën, këto. Ti shumë vjen ky treti. Imi vjen 13 vetar që e krijojnë këtë lojën me 13 shpirta. Edhe e fusim bashkë me këto. Është tip PlayStation me kjo. A kupton? Fut diskun e parë. Po thuj lojën, çfarë lojë do është ti? Ku diun çfarë lojë është luni ju? GTA. E fut aty ku jemi nëse GTA, vrasin njëri tjetrin, keq fare, a kupton? Aty bajnë të loja, ta kupton? E secili nga këto sikur ka për shembull një si kështu runat e lojën e vet, edhe është një organizëm, kështu që e kuptoj unë, a kupton? Edhe unë s'kam pa një kështu Saturn e Mars, ta them drejt, unë që shoh unë që më ka treguar atje është i tip ku je jashtë lojës. Ti hecni po thuj je në New York City, është errësirë, ti je vetëm, s'ka të baj, pa frikë me frikë, ti je për qiell, për shijon. Po ikin këto rrugët e New York City, ti më po shoh këto turizmat e mëdha, këto pallate e mëdha. Edhe imagjinoj me këtë pallatin sikur kanë një kështu si tip, që ta them ty. Shohësh këtë pallatin ti sikur kanë bën një kështu ato. Ose kanë balkone këtë pallatin, po thosh. Ky balkoni aty është i top. A kupton? Ashtu që shohun këto janë me topet, janë kështu konstruksiona të tjerë që duken si Jupiter ose Mars, se që të thoni ju këto
të duke mu si bota tjera, s'ka të baj fare me këtu, ku e di unë qysh e kam ba këto, ose unë se kuptoj, pa ty, para se me hy e shef. Aha, që ka këshu, e kupton, çfarë bëhet, kush e ka kriju, çfarë eksperiencë do marrësh pak a shumë, edhe vendos vetë, shkon vazhdon rrugën ime, shef tjera, aha, a kupton, që mu duke kështu si to, Saturna që të regojnë të, po s'ka të baj fare, unë s'kam pa nëjë Saturn tu. Unë ku shkoj, shumë shpesh nga yjet, se yjet janë ato, çfarë them të, ato mrena ke yjet, aty ka kështu, që të shojnë nga këto fushat, nga këto dimensionet, e këto ke këto fushat. Se ka dhe shumë mbretnia ke këto fushat, po thoj. Çdo fush ka mbretni të madhe, shumë kështu ndryshme, si këtu që kemi në shtete. Kam 13 ato. A kupton? Ke dyta, ke treta, ke katra, të gjithë templeti ka këto. Kështu ne këtu kemi shtete, është pak ndryshe aty, po nese. Edhe unë ku shkoj ke këto venet, unë shkoj nga yjet. Kur si u hape edhe si ti portalli, edhe unë shëtis aty edhe më çon në vendin e saktë ku do unë. Se nga ato 13 metri janë me ka shumë dimensione, kanë do të ke kat aty nalt, ose këtu poshtë, ke kat aty nalt, po thuj, aty ka 13 mbretnia, po 13 shtete, po janë shumë dhaja, janë ndryshme, janë shumë inteligjente, LL-racash, janë që thonë këto mbretnia, që kanë dhe fjallën, se shofi vetë si Angelika, po thuj kështu. I me këto 13 metrë mijat, këto i me kryojnë shumë vene tjera, me menjën e vetë, ke i njëjti ven, a këton, këto quhen vene dimensione. Nuk jenë dhaja, bukura, që sikur je ke dhe eksperiencë aty, sikur je me i bot tjetë aty, a këton, ku takon, për shumë, unë takoj shumë njerëz na për dimensione, ku kanë ato dimensionet e vetë, është si kështu e vëlla, hapur, kjo është i dimensioni im. Si kanë kriju këtu, ule me disa njerëz sot, naqemi, janë gjithë live, është mund të shkosh edhe të ardhshmen, mund të shkosh edhe përparshmen, janë gjithë aty ato i shef, janë live, ekzistojnë njëjtin kohë, është 2D. Unë kështu i shoh, unë s'kam pa çka ka të bëjë kjo me Saturnin me shqiptarët, ose çka ka të bëjë hana me të hanën, martën me të martën. Mu më lodhët menja me të gjëra ta them drejt, po ka dhe njerëz që din këto gjëra që janë kriju kështu në detalj. Po unë s'kam pa kështu, unë ku shkoj direkt nga yjet, shpesh herë, atje ku doj unë. Ka dhe poshtë nga toka, për shembull, është një kështu aty që mund ta fokusosh dhe aty, është një farë kështu poshtë tokës vetë, si ajo që jep energji komplet kësaj konstruksionit. Edhe nga aty mund shkosh në çdo lloj veni, për shembull se ti portalli ajo. Që kështu si këptoj këto fëmijë të hana më të martë, më duket si kështu, pak si kështu revista që shesin këto spiritualitetet, këto, që thonë këto, kjo koha e re, New Age spirituality, këtu ka shumë budalliqe, po s'po them që të janë budalliqe, po aty ka shumë, a kupton, kështu, kështu ti ku ti e zbulon vetëm, ti kupton gjëra direkt, ti shkon direkt aty ku duhet. S'ke nevojë ti për të hanën, për të martën, për të mëkurën, të i bëjmë tune. Unë edhe di për shembull, që e di unë me kohën për shembull, ka shohësh orën, se të gjithë gjana, trupi, ky konstruksioni ka të bëjë me ne jemi të gjithë një kopi që ne kemi kriju. Gjithë që e ka ky konstruksioni të 12 kaçën ne kemi mëna për mëna, edhe këtu ke menja, edhe ke DNA-ja. Si ne jemi ai Zoti, ne jemi ai ma kampioni, si që them. Kështu me ti ku eksperiencon vetën tata të nalti, imagjinojme për orën që do thoja una. Aja ka të baj me këte, me kohën që shërbajnë të paka shumë. Po mund të shofësh ti ke ora. Ti ke për shembull 12
1, a kupton? I bit 13. Ti ke 11, 2, i bit 13. Ti ke 10, 3, i bit 13. Ti ke 9, 4, i bit 13. 8, 5, 13. 7, 6, 13. Që këshu me këta që këptojnë do kishte 13, në do të kishim 13 muj, nga 28 ditë, është ajo originalja, po këto na kanë rretnë, na kanë ba 12, i kanë ba fajtë 31, 40, një kanë ba 28, edhe viti ri është normalisht në datën 1 maj, jo, ku është ajo? Jo, 1 prill. Ku është ajo, se di, është ajo data 1 prill, ku i thojnë këto që është ajo dita që ne tallim mbytun rrem, a kupton? Po kjo është ajo mashtrimi që në kanë bërë këto, të kanë thënë që është viti ri në datë 31, po ajo nuk është e vërteta, kështu që është kriju, kjo është datë 1 prill, është ajo viti ri. Që që mendojnë me kohën, që këptova unë. Që kështu ka lodhe gjanash, unë më lodhe menja me të gjërat, a kupton? Ta them drejtën. Se unë zbulosh, mund t'i sulmosh, mund t'i kuptosh që ka, që s'ka. Që shpunojnë, që s'punojnë, që është, që s'është. Se shumë e madhe, ty ka lloj dimensionash, lloj venesh, lloj lojash, lloj fushash, lloj racash. A kupton? Unë s'ka marrë aq shumë eksperiencë të zbuloj gjitha gjërat, unë du shumë vite me, a kupton, me eksperu komplet, ose shumicën që është aty. Ose shumë vite, qindra vite që të eksperojës, është pafundshme aty, a kupton? Që kështu zgjidhesh të përgjigje më mirë sa pyetjes. Përshëndetje, si dallohet një shpirt i ri nga një shpirt i vjetër? I meti ka lloje mënyrash, po unë ta jap të një mënyrë që ta kuptosh mirë. Ti me shqipe ato tribunal që janë ke qeveria që ashtu që veprojnë, ato mund të thush janë shpirta të ri. Edhe ne që edhe ju për shembull që ngjoni këto programe, ju e keni shpirtin, keni shumë eksperiencë tuk i kjo bota, ju keni bak të parallat me mret për para, po si mani men për momentin. Një kohë ndryshe, po edhe ju keni qenë këto pozicionat në atë kohë, ku ishte koha e shpirtit e... Kështu, po, këto mund të thush janë shpirta të ri. Pra na e veprojnë që veprojnë, dina e sa dinë, a këptam. Që kështu është që thush, për qysh i merë është bak shumë të mensën të i me këto të rritë, që s'kanë shumë eksperiencë, to na majnë në ndorë. E kanë bërë të i ka të dytë, e kanë bërë bukur fare, se këto janë kollaj me kontrolu. A këptam. Këto shpirtat që s'kanë shumë shpirt, zhvillu shpirtin me përmene, kollaj me kontrolu nga këto. A këptam. Se të kanë teknologi me kontrolu me aji, për të mund banë që do këti tjetëri. Edhe pa i folë këj fare, vetëm me energji, futet me përmena. Mund të bajda shumë, se shkollaj. Edhe aji se di qarë ka përmendo se është aji dhe sidhet atë në njërë dhe vepron ashtu. Se janë ato njerëz që ka shumë shpirt me në përmrena. Edhe nuk janë shumë zhvillu. Vjetër mund të konsiderosh ato që shofin të programin, e kuptojnë pak a shumë. Okej. Po një pyetje kam për kuriozitet. Ku shkoje në dimensionin lartë? Dhe që unë bushë shumë me dashuri. Unë mendoj se kur ke shumë me dashuri, ke për gjithçka. Dhe unë nuk e pranoj dot që një kafshë të ndjejë dhimbje edhe unë ti ha mishin e saj. Si që thoni dhe ju, njeriu po u ndriçua mbushet me energji dhe më mirë të haj rallë. Po mirë, që është përgjigje më sajtë, në pyetje kanë ku shkojnë në mendjen lartë që të mbushë shumë me dashuri. Unë mendoj se kur. Po pra, kur ke shumë dashuri ti, po ti jetosh në atë gjendje ti s'ke nevojë të hash dhe kapsh, po kështu që është gjendja, ti marrësh të eksperiencat që po them unë, se ka të bajë shumë gjëra, ki trupi është dobësum. Unë kam thënë jo, që është gjendja, ti mund të hash çfarë dush. Ti s'ke nevojë të hash ashtu që është hajo. Unë ashtu që kam zbulu, unë kam thënë, këtë gjëra që i baj unë, si baj se i du unë të haj kafsh. Unë du kafshët shumë. Sa dhe më kanë shumë, që të shkoj dalë për gjatë, vras kafsh, e këpëton që të haj kafsh shu. Unë akoma s'jan gati për atë unë, sa dhe unë, e këpëton.
unë i dje ku ishe vogël që i shifja, edhe kasabët ku i thesh në të Shqipëri, që unë i shifja edhe, e këpëton, që shtesh lopa vici, këto gjërat. Në atë kohë para kështë disa vjetëve. Edhe, po, edhe mu m'janë gjinat për kafshët me, e të mësoj që mu akoma s'jam bagati, që, a këpëton, vras kafshë, kështu, këte nga pylli. Se ka pa me i vicion, këto, po më tregoshin. Pa i gëtash me rrasë, unë zdi, unë tërberë dhe me këtoj me unë. Po kanë shumë mishë në mirë, si të mos të kafshët e egra. Po nese. Qysh është gjendja me këto të helmojnë tim aluminium nga nalë nga aeroplanat. Këto të helmojnë me lajmet, këto të helmojnë me ushqimin, këto të helmojnë me ujin. Këto të helmojnë, të shime shikë shko ke marketje, me shiva të janë, a këto, nuk ka ma, Shqipëri mund të ketë, po s'ma merë me ja, se nuk ka ma ushqim original aty, a këto, e gjithë të gjërat i me, edhe mendja jote, edhe këto ke kati dytë, i me tjetosh që po thuti me dashuri, kështu që jeti, po, nuk ke nevojë pas e gjatë, se ta jep shpirtit atë energjinë e trupit. Ajo dashuria, ajo të mamë. Prandaj them unë, ajo origjinal ja nuk kemi nevojë për tang, për të ishte në gjendje. Po nga që është vështirë këtu, edhe që kështu i me duhet me konsumu që është gjendja, që më u forcu, që është gjendja, se mos ishte gjendja kështu s'kishe nevojë, se ishi forcu më, po e marrë dia dashurinë, ti s'ke nevojë të hash fare, po që na dashurinë atë mjenia, kupton? Po duhet pak mirë se kur i bën të gjënat, ki bash edhe me sistemin nervos. A kupton? Edhe mishi të ndihmon aty. Ajo sidomos mishi kuq për shembull me dhjamën aty, është bën shumë mirë, a kupton? Për nervosin sistem që punojnë gjitha gjënat. Prandaj them ku je ndonjëherë i dobët, to që shkojnë për shembull që kam vdek, për shembull këto nuk marrin varë, nuk marrin mend shumë mirë, a kupton, marrin mend, po nuk marrin dot më shumë informacion që ta bin për shembull, po se patëm trupin, sistemin nervos më rregull, a kupton, ta forcojnë vetën. Atëherë merr shumë informacion. Ku e marr veten mirë, ky trupi është shumë magjik, ky është si tip kompjuteri shumë zotnesh, shumë zotni, bën është tamam valla, kështu fiks për këtë botë, po nga që keni ndërtuar me mendjen, ky është i keq, ky është kështu, ky është ashtu. Edhe ashtu bëhet, a kupton se ti je Zoti. Po me prap ke kafshët. Ti mishi. Po jo, unë për shembull unë konsumoj, unë jo se kam qejf, po për momentin, unë mund të haj për kujdiet, unë kam pas se të ardhmen dhe kemi kokë timi kështu i lang vogël aty, papa do na marrë ku di unë i muj. Kështu, a kupton? Kur vjen koha se ngrihet në këto frekuenca, kur ngrihen në frekuencën e jemi Zoti, ngrihet në frekuenca tuk e toka, dhe toka më ka ngritur frekuencën e vet. A kupton, këto njerëz që janë këtë dashuri, këtë mundësi, kanë për të pas shumë energji të mirë, nuk kanë shumë pasion për të hangë shumë, se kanë për të qenë shumë kështu të ngopur, po thoj, të kënaqen gjithkohën, a kupton? Edhe të eksperiencojnë kush janë vërtetën e çfarë bën ky trupi, e çfarë merr, çfarë smër, a kupton? E jep atë që duhet tani, se ti ke hangë gjitha kolloret, gjitha ambëlsirat, gjitha tortat, gjitha baklavat, gjitha ato. I me ti s'po ha mishin, a kupton? Mishi është ajo e dyta, e para është fruti kështu për këtu, që ta marrësh vetëm sa më mirë, që është gjendja. I me unë bajt shmos, unë kërë shef ku jam, kush jam, që kam ba, që s'kam ba, edhe i di, e shkeq vështirë. Po kafshët kanë artu për të na majt ne, ato e di që ne dhe i thejëm ato prap bin, a këpëton? Që të na majt ne. Ta kena të jetën që kam, për i duket pak vështirë se... Po, funja funit, ato kanë artë për ne, që të jetojmë ne sa ma shumë, të zhvillohemi ne, që të bëhemi ne, ashtu që duhet, a kupton? Në këtë gjendje që ne kam bak të tjera. Edhe mishi ka ato gjërat e tjera që do trupi për shembull. Unë pranaj ha. Edhe më kanë thënë që është mirë për këtë, unë ta them dhe histori tjetër të. Unë për shembull fillim kur mora vesh me këto, që po filloja me dila, mirë fare, po kuptoja me muhabetin. Okej. Edhe po filloja të manevroja pak, ç'është e baja, ku kisha eksperiencë. Po zhvillohesha. Po kishte shumë gjëra që unë po bëja me edhe në jezdje ku s'isha as vetë. Unë me thanë ato që kjo është ajo ma shkruan aty lion diet, a kupton? Edhe lion diet do të thonë që aty nuk ha dhe mishi derit, a kupton? Por të misha tjerë hahen.
edhe unë me po e ndiqja këtë lion diet, a këton, unë se dje që ishte, e pash kështu. Se vuna re, që ka mish edhe frut. Se më thamë ata, fruti ish kështu dhe mishi. Po s'besove, tha, na ke edhe këtë bota që ta rekomandosh që mund të shovësh, ta kuptosh dhe ma mirë, që këto bota ku jeni ju, aty shkuje lion diet, që do të thonë, që ta kuptosh mirë, kupton? Se na herë duhet vishtu, se menja se kupton mirë këtë gjërat na herë. I kupton, po haron, se ka ato huqi të gjata veta. Që kështu është mirë ku ishe tu, aha, e kupton edhe këtu dhe aty. Edhe unë fillon me të lion diet, se kisha mundësi, për shembull, haja nga 2 herë, 3 herë në ditë, fillim të merr dorë 1 herë në ditë. Haja fruta fillim, edhe mish. Hanga për javë, 2 javë, po më dëshon të mu kjo trupi pak a këton. Edhe si ku harrova, gjova një kështu një par buri, po flisi për shumë zarzavate, gjara, kështu aja këton. Ku që si ku harrova, unë ne fillova me të zarzavate të unë. I ke bia zarzavate, loj kikirikash, loj mjalta, loj gjana, shpërzime, i ke prapën ke këto New Age, këpëton? Po këto kanë për të mirë, po si kanë ato zarzavate të shumë ato gjëra që duhen për trupin. Unë e kam thënë, mund s'kush ka jo bioavailability. I shovër atu, që janë zarzavate të thot, ato pak punojnë kundër të në trupin. I shumë parnaj se cis me dorë ma ato. A këtonë, se s'janë ato, s'janë atë trupin nuk e observon do të ato, se e ban me frutë me mishin. Që është gjendje, që janë ba manipulu G-Monify, ku e dinë që ka këto shqip, të frutat e gjanë që janë bajme. Nuk janë ma shumë originale aty, nuk je shumë atë që shki pas për para, që për të kalla këtë gjanat. Po varet ku je, sidomos tu nga Europa, është keq fare, nga për markete. Që me t'imaginojme, ti me këtë bashkë me ta forcosh trupin, ku je gjitha gjërat punoj kundra teje, që thash me gjitha, nalt, poshtë, për jashtë, ke lajmet, ke shkolla, shoqëria, që janë gjërat, stresi, puno, programo, ule kokë, mbaj kështu, përsërit. I me ti të bash zot, një që nga gjithë të gjatë, kupton? I me është pak vështira, kupton? Kështu me, këto janë vegla që i ikën atyve, se unë e pyta, unë du ndim që shumë t'i parakaloj këtyve doganave që i kam rrëtëqarë gjithë tjetës të tëj. Edhe këto janë të zbulime ta që të marrësh informacion, që të kuptosh më shumë, që ta zhvillosh dhe botën tjetër. Kështu unë përbaja këto, edhe ku fillove të zarzavate 2-3 ditë tani, po di miku e huma fat meja, kështu shumë të hum në herë, se ku i mersh me gjithë shumë gjana, s'di që bana vetë në herë. Tani vjen prap, po, gabima, ja te ja këte. Edhe në herë harron fare, se ke shumë gjëra që po bëja në këtë mundin, që unë do mësoja me, ka fillu keq fare, po të mësoja sa më shumë për të gjërat, i praktikoja, jo vetëm ti mësoja, po dhe ti bëja. Është komplet ndryshe ajo. Po ja merr dorën, i rrin mrapa. Nese. Përvoja, unë dila jashtë nga trupi, duke hangë zarzavate 2 ditë, po unë përdora gjithë ditën me tiket, blia, unë lëllë zarzavatesh, lëllë gjërash, që të përgatitisha, ti preja, ti bëja. Unë arrova, se ime unë, to s'janë mirë për mu ime, për me dalë nga trupi, që është gjendja. Unë si ku arrova, i ko ka huqi për para që kisha. Edhe, duke përvu një eksperiencë, unë për shemull, nuk më doli gja, edhe para se mu qu, njes nga gjumi, se ku ishte ka jo, që je pak i qut, pak gjumë. Edhe ajo është gjendje mirë, mund të kapësh në i farë informacioni, në i farë gjaje. Siku aty si ku ndodhi diçka, a kupton? Unë niva, aha. U çova unë, si është tip meditativ aty, e kapa telefonin, e hapo telefonin, shif una, aty ma kishin fut to, ke telefonin im. Ka ndodhur shumë herë kjo mu. Që ku më ndihmojnë, mbajnë, të regojnë gjëra, në e kus një gjë edhe unë. Ose jam i merr me në diçka. Aty thoshte me për shembull, prap, kishin shkruar me i faqe, unë kur shkoj aty, edhe kishin shkruar te Lion Diet, a kupton? Që unë kisha pa shumë kohë përpara, unë më kisha harruar fare, sa kisha vallën mendjen. Po ma kishin shkruar të mu me një farë vend tjetër ke telefonin, unë kur fik aty, edhe ishte përpara thoshte, ma je me një mësim, a kupton? Ti që dëshiron këto gjëra, ti që po bën çmos për të zhvillu, që duhet për ty, që me këto më shofin mund që unë me qa merë më këtu, a këpëton? Haj zarzavata, haj gjana, edhe ka që ta zhvilloj vetën, po i me të shof që më kam vullnet, e du të bajt sa ma mirë, edhe jam i qërum, zdi, për shof tjerët, bajt që atje mundësi, i me të thonë maj me njënësi, e për mirë, një themë, unë s'ka qëtë haja dhe shumë mishë në atë ko, nuk haja shumë, po i me,
duhet ti marrësh informacionet që po ngjon, kupton shenjat ku i don atko, ta japin këto. Edhe kuptova, thash faleminderit, se di ç'a ndodha, thash unë harrova, ta fal. Edhe gëzova më, kupton, shkova unë prapa ne, fillova punën time, kështu, edhe kjo është mirë që kupton kur fillon fillim që ndihmojnë edhe këto. Po nece, që kështu i me zdita kanë shpjegu mirë, pak a shumë, ka mik pak tu, pak aty, që se ka lëllë me këto dietat bash pak kështu, se ka lëllë njerëz, kanë lëllë mendimesh, a kupton? Unë me kam gjetë ajo më e mira që është me funksionu ku janë gjitha kundra teje, po kuptove ti gjeti Zot. Edhe këto janë ato mjetët që mund t'i përdorësh, që të mund bash i pakapshëm. E mëson vetën, ashtu që ke mësu me gjëra tjera. Po me mishi, ti më tashë 2-3 herë në javë, ose po di unë. Ose mos e ha fare për me fruta. Po më shumë kanë thënë të kjo duhet për sistemi nervës, ujë me krip. Edhe s'ke nevojë ma gjaj, ke gjitha gjana që duhen. Kaq. Po me thash unë faleminderit shumë, ti ma paskish për tu jetë mu. Dëri unë dhe merrem ato, kartonat e supermarketit, lexoj mrapa, edhe aty të rejnë ato. Thot është kështu, është bio, është kështu, është ashtu. Unë si besoj njëri në botë. Restorante, unë kam energjinë shumë e naltë, nuk iki dot në restorant për shembull, shkojmë të haj ushqim aty. Sidomos unë në Europë, Shqipëri është ndryshe, po varet ku je. Nuk shkojmë aty se kanë energjinë mirë ato kamarierët, janë të lodhëm, nuk i pëlqen puna. Ajo gjithë kanë bërë dhe me energjinë që konsumon ti, ja kupton? Ajo ka të bëjë gjithë. Që themi në ushqimin nëse më mirë se të gjitha. Se e bën me dashuri ajo. Ku të kamerë të tjerë ty me ta futin tavolinë, bam, pa shije, pa gjë, ka të bëjë me energjia, ku i kërkot e energjia ti me i nin. Aha. Kështu unë është vështirë me gjithë në restorant mirë, ku më hangë ushqim të mama, kupton? Nga njëri ime që është i dashur, është i kënaqshëm, buzëqeshëm. Kështu unë me këto merrem, ku takoj nënën time për shembull, ajo më gatuan bamu çfarë thajani, gjitha gjërat e kupton. Mishe, lëllë përzimesh, lëllë të bamish, gjitha që kemi ne. Kështu, është për momentin, a kupton, dhe aty për jam pak kështu si me kujdes, unë prap du ta marrësh me një mësim 24 orë ku merresh me këto gjëra, kur i ke kështu në altë fare. Jo 24 orë, për sa të kesh mundësi. Sa më mirë, a kupton se e jeton jetën fantastike, dalin gjithë gjërat e mira, ashtu që duhet edhe kapesh me energjinë e mirë shumë kohë, aty s'ka më mirë në botë. Me këtë gjëra ndihmojnë për momentin. I me të ardhmen kismet unë dele edhe me mishë edhe me lange me gjitha. Unë kam qef jetoj për shembull pa hangja fare, po pata mundësi me dashuri që po ti. Ajo është ajo. Ajo është ajo e vërteta. Po jetove ti atë edhe mund të jetosh pa hang pa pi. Po mu se ti me gjima, ti për shef, ti je shumë shumë pozitive, shumë e kënaqshme, shumë gjë e bukur. Po, s'ke nevojë me hang shumë fare atë. Ma kupton? Është dhe më mira, po na herë duhet ajo. Mund tash dhe herë në javë ose na herë rrallë. Mund tash dhe perium, haça dush, në gjë trupit. Po ne tek shumë dashuri, nuk ke nevojë për ushqim. Po e marrë dashurinë këtu, në këtë gjendje ku jemi ne, që themi ne Allah ta baf Zoti. Vazhdo. Pasioni, a mund të zbulohet atje lart apo mund ta pyesim vetëm dhe ta zbulojmë këtu? Po me pasioni e kemi në përmendje po se ka hapur akoma them 100%. Po me kjo është një kombinim. Edhe në lart edhe poshtë. Pasionin time duke zbulu vetën, ato naltime janë aty për të ndihmu, edhe ato du t'i shofër se nuk bëhet kjo punë vetëm, e zbulu vetën këtu, kjo jeta. Me i marrë të pasionet e gjërat. Du ndihmë nga engjëllat e jonë, nga shokët e jonë, nga shoqët e jonë. Ato janë ndihmojnë, që dhe mund i pyet si shok, i dashuron, i respekton, i flet mirë. A kupton? Edhe atëherë ato të vinë ndihmojnë edhe ndihmojnë ty ta zbulosh ti vetën, që është pasioni jot. Ose ku shkon të tjerë shë vetën e ti, të regohet të tjetër, ku del nga trupi. Që kështu edhe këtu dhe atje, varet ku që s'ka të baj, ato e din paka shumë që të duhen ty dhe të bajnë ty që kupton ti, që të do shti, që të kuptosh që të shijosh pasionin tëndë. Të falenderoj pa fund
Tani e kuptoj që dija që kisha ishe vetëm për veten dhe familjen e prindreve të mi, të cilët kanë një motër dhe një vëlla me familjen e tyre. Unë kam pasur një bashkë jetese toksike dhe nuk dua të vazhdoj, por nga ana tjetër nuk po pranohem. Prandaj kam shpresë që këto forma të tjera të realitetit dhe besoj se kjo është e vetmja mundësi që ekziston për mua. Për shëndetin e familjarëve të mi dhe fëmijët e tyre. Megjithatë gjithmonë kam menduar se ka diçka tjetër, më të madhe. Kam pasur dhe vazhdoj të kem një pyetje për këtë. Ju lutem, nëse mundeni, a janë të realizueshme këto që po tregoj? Po, unë se di që është situata jote kush je ti ose çfarë punë keti me familjen kështu. Po normalisht ato që është toksik ti me zbulu vetëm. Ti duhet ndryshosh më, nuk e kupton. Ajo është shenjë e ty, ti më thon gjosh intuitën tate, zemrën tate, çfarë do ti. Ta zbulosh ti jetën, e kupton? Unë i thash, unë kur e kuptova që kjo ishte jetë tjetër, është kështu, e kuptova mirë fare. Unë thash, unë s'kam nevojë, unë bam slavi jot, unë du t'i futim sa tjetër. Po të njëjtën kohë du ta marrë vetën këtu, sa të ke mundësi, po kjo është ajo. Me zbulu vetën është numër 1 për mua, nuk kam botë, unë bam slavi me gjithë jetën, po deshet ti jetën atyre për ju. Unë nuk merr më me këto, unë i kam marrë me këto, jo se merr më, por më du të zbuloj çfarë është tuaj vëlla, qysh, çfarë, kush jam unë, pse jam unë këtu, çfarë bëhet, pas kam shumë, pas kam ashtu, po i di të tjerëve, pse jo mu. E po mirë, me hajta zbulojmë, çfarë është kjo? A kuptoni me sa më qetë, sa më mirë, sa më shkuput këtyre gjërave, sa më mirë dhe bashkë. Po mos e fut gjendjen të vështirë, a kupton në fillim, ma e pak kështu vetën, a kupton? Po di unë se kuptoj mirë, po ti kam pasur dhe vazhdoj kem pyetje këtë tjetër, ju lutem, mësoj mundoj ta jam e realizueshme këtë që të tregoj. Po shumë realizueshme, unë s'ka ti çfarë ta mund të. Unë mund ta them ti mund tani vet, aty vet. Për mua unë them, nuk ka gjë tjetër në botë me zbulu vetën. Nuk ka gjë më të mirë në botë, nuk garitet. Edhe sikur do jetë që kam planon, se janë gjithë ditët që duti, që shtojnë to, i ka ai Jezusi. Se jemi këtu të vështirë me njerëz tjerë, me këtë gjëra që po thot ti. Po pa të mundësi, normalisht, shkëputu, shive vetën tate, zbulo vetën tate, dhe këto nuk ka ku ikin, aty jam. Mas 3 vjetë, mas 5 vjetë, aty ke. Shko shive vetën tate, shive që ba, tani, bajaj së di vetë, maja vetën tate, dhe shive di që ba, tani, dalim të se ti që ke paske energjien këshu, që ke pasion për të ke është shumë mirë. Të këshu dun, kur vim në këm gjendje që ti fut në kësaj rrugës, e kupton? Ti me rri qetë, ban është ban, po vetëm ndryshon pak ato gjëra që i ban. E kupton? Ambienti për shembull, është ka të bëjë është një mund të bësh shumë nga këto gjëra, po si ambienti i jetë ku je ti, është shumë vështirë. Si kështu, po, unë zdi gjëra thëmë, këtu jemi ne për ta zbulu vetën, kjo është e pak e vështirë, se ne mësujmë me dumë tjerë të na mësojmë. Po, unë të mësoj deri në arsye, mund të marrë deri në arsye, po i me ti du ta bash vetë këtë punë, sa të që keti ka mund për mëjna, kjo puna quhet ato që shpëthojnë ato, kjo është një punë secil për secilin individual, a kupton? Ne jemi kjo bat tek pull, kjo nuk bat me tjerët, kjo puna, është personalisht për vetën tate, me zbulu vetën tate, ashtu që qeti i vërtet, kjo do pak dashuri, kuptimi, më bashku, si, a kupton? Ko njës në një tjetrin, do pak ko, a kupton? Edhe ani sikur do të martohesh ti me shpirtin tat, jo këtu, si martohemi ne. A do të thonë ani bahen 2 nga ju, edhe ti njeriu me, po ke edhe shpirtin tat që i me po komunikon, po bashkoheni bashkë. Me gjithë gjëra du pakuaj me ikë dhe rrugës, pasion për këtë, edhe fillojnë të nalë tani, janë orkestra jote. Oho, Aladini e pas ka marrë vetën, pas ka ngejtë frekuencën, hajde punojmë Aladinin me, ki s'pas ka marrë toksik i gjajtë stresë, ki më që ka dërzu. Ti po shkon rrugën e Zotit. Hajde mene të bëjmë sa testë, ta shohim me kush ka Aladini, e kupton? Çfarë bën, çfarë s'bën, çfarë s'do ky. Sa ka qeta di kush është. E kupton, ka shumë gjëra aty që di kuptosh vetani.
Po këto janë me ty, këto i bëhet qevi, të jenë në frekuencë të lartë, këtë mund të kapë, mund të japë ty informacion që zhvillojnë ty atë në rrugë që do ti, ta zhvillosh vetëm tatë, që është gjëja ma nuk do garitet, nuk ka fjalë. Ki e ai. Ju jeni dashurie pafundshme, ju jeni zgjat të themon. Përshëndetje, faleminderit për gjithçka që je për ne. Kisha një pyetje për njerëzit që trahtojnë në çift. Çfarë energjie krijojnë? A është kjo pjesë e karmës? Për me, që ta thëmë të këta, kjo është pak komplikata, ka thëmë. është vështirë tjetosh në qift, se kjo janë lloj energjia, është varet. Kështu që gjendja sot me çfarë dimë ne, që është bëhet, ti përtash një tjetër gjë normale, zhvillohesh tani të bëhesh. Po nëse me varet çfarë energji, nuk krijon ai karm kështu, krijohet ajo, po varet. Se ka të baj shumë gjëra këto, kupton? Po këto e mio, ta them tamam. Që trahtojnë. Po. Po, dhe kjo ka të baj. Po. Ose po ka baj edhe me njeriu, ai se ban se është i vjedishëm që ka baj për karmën, po aq i hatruni. E kupton? Prandaj kam thënë unë ju. Prandaj është kjo pak vështirë, se kemi ardhur vetë do ikim vetë. Ata që mendoj unë nuk ka birë nane, as gruaja ime, as goca ime, as shuni im, as nana im, as baba im, as komshiu, as qeveria. Ta ditë që është mëjna për mëjna meje. Sa dush të ujti. Atë këstojnë dhe një farë sy, për nuk imaginojnë dot ato, që menon ti, që pasioni ke ti, kush je ti. Kështu e kanë gjithë njerëzit e, me ditje pa ditje. Edhe ne bajmë ne, që ku mashtodhe unë me ti je imi, unë jam i jotja. Po, ma me një rritë. Ashtu e mësuna, ashtu bajmë të çmos tani, nga ajo që dim. A nuk është në gjaj keqe, ashtu ka qenë shumë kohë. Pojme, që s'ka baj farë me karma, a i shopi vetë në vetë, që shipi vetë në tate. Kështu me, zdi gjysha them, karma zbulohet ku ti, për shembull, ti merr atë eksperiencë që mori me, çliroi gjithë ato gjërat për shembull. A kupton? Edhe zhvilloi veten, që të themi ne men për tjetër, a kupton? Ka të bajë gjithë me veten tatë, s'ka të bajë fare me të çiftet me të gjërat. Ne i bajmë të çiftet me jetë. Sa jetë kemi pas ne, sa çifte kemi pas ne, sa burre, sa gra. Ne çfarë kemi bë? Ne prapi përsërisim to. Se na kanë hyrë gjak. Ashtu dim. Ashtu ka qenë mirë përpara, kupton? Po i me kush kena gjë e keqe, po e them kur zhvillon njeriu veten. A kupton? Deri në fara syje. Edhe tjetri zhvillon vetë deri fara syje. Ajo është ajo që ka për që është e mia fare kampione. Po ti këtë se bazë të zbulu veten, edhe tjetri nuk e zbulu veten. Aty krijojnë to karmat e gjanat e gjërat përsëritin, rilindjet e njëjti muhabet. Ku ndryshe po njëjti muhabet pak a shumë. Edhe ashtu janë mund të thuash to, po s'krijohet gjati me ke ato gjithë alçirohen, falen, vazhdojnë, zhvillohen, marrin dalin si eksperiencë, kupton? Kështu s'kama këto të karmat, që trahtojnë me, që shive që bëhet, a kupton? Po s'krijon ai gjë negative, ti ja fal vetes, ti e shëron vetes, ai çofi jetën e vet, punën e vet ai, edhe ai dhe vit tani ku të shofi ai dhe kuptoj thot, daloje bollma. Për shembull, ai dhe shofi vetën e vet. Po ti
thjesht si person zbuluar me dietate, ti krijon gjithë gjërat e mira, e kupton? Duke ditur që isha në ëndër, tentova të shkoja te banesa e trupit ku po flija. Por nuk e gjeta as banesën, as trupin. Ku është problemi? Ju keni thënë se kur shkëputemi nga trupi, unë së pari e shoh trupin tim. Po ti më po thotë ti se pe trupin, duke ditur që isha në ëndër, tentova të shkoja te banesa e trupit ku po flija, por nuk e gjeta as banesën as trupin. Ti më po thotë unë së pari e shoh trupin tim. Kur shkëputemi nga trupi, unë së pari e shoh trupin tim. Për me ti e nëndër, ti s'ke dalë nga trupi komplet, për ti me je i vedishmë aty, unë kam thënë. Unë e baj këtë taktikën, i ka dhe në mënyrë është, po kjo është kjo me durë që i baj una, këtë 30 sekondat, të bashkë shu. A këpëton? I me po është duken, po që nëndër ti me, këto gishtat i me do të zhduken, nuk i shef ma. A këpëton? Ko e bashkë shu, këtë 30 sekondat. S'ke ma gisht, ani këpto që nëndër, ani mu të thush, okej, unë komandoj ti ki... Ku ke qef ti kështi? Shkujt ta gjanë kështu, ti që pas ka andra, që ke qef të shofësh, që ke qef të akosh. Edhe komandon atë gjendje. Kam qef ti ke atje për shumë, me që jam nëndër. Represent. Ose thuj kam qef bëjmë komplet prezente, e pritja 5 sekonda për atë mundësi. Shive që bajt, që ndryshojnë gjërat, rije qetë. Futën e atë me vëmendjen diçka varverin që ke takosh, ose të shofësh, ose të vizitosh, ose çfarë ke qef ti, a kupton? Që shu rije qetë, ku zjen as trupin, as basën, rije qetë, që shpëtëm una, këto janë ato, provo ti kish direkt nga ty, nga ëndra për shembull, ta fush bëhet prezent, që të hapet, ose të fokusohesh me diçka, me i vend, shumë kohë, gati ke i minut, ke 30 sekonda, ani të hapet një farë portali aty, edhe mund të shkosh, a kupton? Ose me durët, për shembull, ku je me durët i që di që në ëndër, vetëm komandon ani. Edhe kjo është mirë me u fokusu, i me përvojë a kupton? Qa përvojë, mos u bakë shuj me, s'pe i gaske trupat shuj, që të bajuni me, që i me ke kultu që i nëndër me bëj këtë pratika, fokusohu ose durët. Po është duke në durët me thanë që i nëndër, ani komandon edhe i kënë dush. Edhe mund të vish prapë këtë trupi, për jenë sleep paralyzed, pani rri aty 2-3 minuta dhe shkëputesh nga trupi, a këpëton? Vetë, ose për shembull mundësh, po që keq fare aty blokum, mund të lush edhe me shpirtin, se shkëputet shpirti ani. Po rria si të notë, kjo sleep paralyzed, kjo është ke 15 minuta ta mundu. Ke 10-15 minuta, për diun sa është, që e pak shu, po s'pane gjatë tikën kjo ani. Që shumejnë aty ke kohë që dalësh nga trupi, po rria 2-3-4-5 minuta, shifje që bëhet, që s'bëhet, kalloj se stacion, shulloj gjanash. Po rri qetë, po nuk ik nga trupi, ose po stole kollaj, ani mund veprosh për shembull, që të rëzohesh nga kërvati për shembull, që të dali shpirti, se ka dhe shumë që e bajnë dhe kështu. Unë se kam pas në e kështu, unë o shkoj direkt, o në e qohen fare. Po nese, provoj këto edhe shife vetë. Po s'u duken duhet, me thanë që e këtu, ose i gjalla, këpëton se kur shifet unë në jere eksperience për shembull, edhe unë e ke patë ke filmin që thash në Inception, ai që e band atë. Të shifte, është këtu apo është në event tjetër, se në nuk i dallon dot, a kupton? Ku shkon këto, sidomos ku shkon në gjendje të mira, ku shkon ti vizitosh të gjërat, në herë paditshme, a kupton? Ku qesh unë çobau. Ka ndodhur mënyra ku shkoj unë bëj diçka, jam meditim, e bëj diçka, e bie aty ku çoj unë, çoba, kush i bani këto gjërat? Po, kisha dal nga trupi, kisha ba gjëra, a kupton? Edhe ku e mendoja një ku qetësohesha, mbita informacionin që kisha eksperiencuar, por se maja me, po mbit mas 2-3 ditë tani. Aha, ndodhi kështu, ndodhi ashtu. Wow, që se dija unë, se ishte fillimi. Se ka lodhe me raste që mund ndodhi.
kam i mirë, të s'pon len. Përshëndetje miq. Kam një pyetje. Kur shpirti shkëputet nga trupi dhe shkon në botën tjetër, sa kohë qëndron shpirti jashtë trupit në minuta? Po pra është vështirë me se ku ndryshon varet ku shkon. Ka lloj kosh, lloj gjëra atje. Që thashëm pak si ka filmi Interstellar. Po varet ku jeti në gjendje, kupton? Unë di që kur shkon atje shumë pak kohë me shumë eksperiencë. Krahasohesh me këtu. A kupton? Kështu që me në minuta tunë. Ti kish një minutë atje i sa merti, duke sikur je atje me informacion që janë me javë, me muaj, po thoj. Nga ato minutat e vogla. Po varet nga fillimi i ke kështu spontane, shumë shkurtra, pa me atë që duhet, që të ambientohesh ke kjo gjendja. Varet ku jeti në gjendje. Ai s'ka të baj fare, ajo është që është ma mia që të rrish sa ma shumë. Më ata kisha vështirë shumë fillim që më bashin shkurtra, po minti natin e njërë. Po shika tjerë, atje që akëton më bashin gjana tjera, ikshin unë s'po mundisha në fillim. Po e këftoj me që ishte ajo, ashtu më duhesh mu, se të shofin ma mia nga që nalë. Një njëri që të gënjen, të tradhton dhe sillet keq në këtë botë. Çfarë ndodh me atë njëri në botën tjetër? Të lutem përgjigju. Një njëri që të gënjen, të tradhton dhe sillet keq në këtë botë. Çfarë ndodh me atë njëri? Asë gjaz ndodh me atë. Asë gjaz. Ne jemi që të tash, ne jemi shumë kap nga njëri tjetër, ne kemi harruar që do ta duam vetëm fillim, po kështu është jeta me duhet njëri tjetër me u forcu. Me çfarë gjen atë? Ai më të shohë vetëm si gjë tjetër, që kam thënë unë. Di shoh vetë që ka bë. Edhe dhe gjykoj vetëm, të gjykon një atje. E ban vetëm si me ai është harrumën, ai nuk e di që është ai shpirti, ai prandaj vepron kështu. Edhe jeta e ban vetëm. Edhe bat një ujegër edhe zdi që kush është vetë edhe dhe i bajt shmos, naj sa di, edhe vepron ashtu që është ban, ka dhe i ato entitetet e gjana mëna përmrejna. Prandaj është ke vështirë që s'na kanë tregu këto ne se ku merr ti për shembull i rob, ti e merr jo vetëm robin, por ti e merr të gjithë fisin e robit, mëna përmrejna, ke energjia jote, ke edhe fisin tati. Rup. He. I merr gjithë, merr vetëm një njëriti. Do zoti edhe me se cili ka të vetën, ati si ndodhën si gjatë. A i dhe të gjykoj vetë në vetë me, aja ka jetë në vetë, ashtu që keti jetën të atë. I me gjithë këtu e tradhtojnë njëri tjetrin për ditë, ti e kupton. Këtu gjithë tradhtojnë sot, se janë dedishëm, e kupton, çfarë mendove ti? Po pa qeveria. Qeveria me ambienti, jo qeveria. Ambienti dhe qeveria gjithashtu të gjithë. Zdi që atëm, po të kështu janë gjana që ndodhi. Se ndodha si gjaj, dhe shofi vetë në vetë që ka ba. Dhe shofi janë nga sytë të zotit edhe të mendoja që të veproja qysh që kupton vetë. Atje se gjikon njëri, për dhe gjikoj vetën e, ose mërziti për atë punë. Po pas një pati bën diçka të keqe. I me asaj edhe këtë gjithë për shembull një i tjetër, për shembull që i përshtash më mirë atit. Ku sheti me ditur atit që të rathove, e kupton? Ti shef që bëhet në botë. Pastaj këto janë secili e shef ndryshe, po prandaj më them ti je tek pull, ikish tek pull, je vetëm dhe ikish vetëm. Smerti as burrin e kështu. Kështu bau fuqishme vetë sa të kesh mundësi, zhvilloje veten edhe ke nevojë me të rresh njerëz që tradhtojnë të bajnë, kupton ti të jesh në level tjetër. Jam me leje nga puna dhe pas punëve të shtëpisë nuk kam ndonjë kanal tjetër përveç teje.
Madje i shoh videot që nga e para, duhet i shkruash ato që më duhen, po, se tepërmi. Po ku të kthejmë në punë, si bëhet në këtë punë, si të zgjidhemi këto që të jemi në kohë reale. Faleminderit i nderuar. Po pra, kjo është ajo. Për me unë, kjo është jeta jote. Unë s'mu ta them unë ty që ta bash ti jetën tate, se unë s'kam drejt i përzim, e shpirti jote dhe ti me vendos jetën tate. I me që ndodhë të ke punë, i me shpirti ka i planifikim për ty, unë se di jetën tate, kupton? Me ti ke gjitha gjanë që i di unë, i ke ti mena për mena, gjitha gjanë që i kam unë, i ke ti. Që shuj me, si, po thuti këtu, por të kthejmë në punë, si pëhet në këtë punë. Batë që është batë. Ashtu që ke vendos ti, ashtu që menon ti. Ashtu që menon ti të batë, ashtu të batë. Si sekret, si kështu, si ashtu që menon ti të batë. Që ke qeti të batë. Ti e ke ndorë. A kupton? Ti me bashku që do të menja, ti... A kupton? Zi që të them. Se di që ke gjendje në punës e me kështu e... Po... Edhe mund t'a bash, po e bane, se duhet në lek për shemë, varet sa lek e ti, që mund t'a bash ti, ja kupton? Kesh ti që dhe mu miliona lek, ti s'ke në vetë përmushon, s'ka në një e zbulon vetëm. Ke edhe për tangë për t'pi, s'ke nevoj ma. Bash si këto, ja kupton, jeton në jetë shu, drysh, ja kupton? Që të zbulon vetëm mirë fara, ashtu shke i tu për fara. Për me punë majdi, mëjna për mëjna e, ko e di unë që ke gjendjen ti. Po mos kesh nevoj për punë të pagosh gjërat, du të mash punën se s'bani të kohë. Edhe me e ndjem veti, kur je gati, kur se gati. Do të vinë ato sinjalet, keq fare ty. Po mos prish në e punë këshu me që ti kësh nalë s'ke fylli. A këpën këtë gjëra du pa kohë. Që këshu shife vetë, zbuloj vetë, që shtë ato gjendja, që shtë ato një gjërat, baja shu që shdi, filloj të bësh praktikat, po e banë dhe punën për shemull, a këpën? Baja që punë e kemë, ose që punë e keti. A, i elektrik tja, punon në i farë oficina, je në konstruksiona, po një në qëri. Po nesë. Barë. Ti bëna shu që sot shpirti jo, ti njoj mëjna për mëjna, po mos në zito, për mund. Baj praktikat tjenë fillim edhe zbuloj vetën, shifani. Qysh me ndonë vetë, qysh planifikon vetë, që pa ke qetë kërjo është ti. Ti ke gjitha për mëjna. Pra naj është ke puna që të themun është, ke puna që për themun, ishe këshur të themun, ma mi ti thoja unë, ti kape nga kopa të thoja unë, ose në vend që ta zbuloshin vetën, do bashkë në gjithë, jo, nuk bate shu, thot. Se cili ka ata me kape koka me ba vetën e shu, ashtu do të batot, është originale, se cili e bante punën e vetë, tek pull. Unë për shemull, unë s'kam shku, për shemull me nej klasë, ti mësoj të gjërat, unë i kam su vetë tu, shqipe që shri. A kupton? Me vetën time i zbuloj të gjërat. A kupton se kështu do të bakja, ka dhe tje që shkoj me grupe, i mësojnë atje, se se bajnë do të vetëm. Po vetëm është ma mirë aty, a kupton, është pak kështu, që shdojnë të hardcore, që shemi mësu të kundër, kemi njërës tonë, po ta bash punë ta mami me, ta zbulosh, ta kuptosh ti vetëm, të komunikosh me shpirtin tatë, duhet do të jesh pak si privat, kështu kur mresh me të gjërat pa të mundësi. Po ti ban të dyja. Po sa ma shumë lap, do dalim gjithë ke menja të këtë praktikosh, do lap të menjët. Ti shu rri që jetë, gjëne muzikë bukur, baj punën tate, sa ma shumë, sa ma shkurt, sikur shkëputu pak pa të mundësi nga kjo realiteti, kur ke mënyrë, që të futush mëjna për mëjna këtyve praktikave, ti të zbulosh vetë, marrësh eksperiencët tuja, shive që thojnë të, nga të shojnë, nga që kanë qef për ty, që të bëjë, këtë dion që të zbulon ti. Përshëndetje, çfarë mund të thoni për fëmijët autike? A ka shërim për ta? Shofë të më thonë kja autike, është aja autizmi, apo autike? Po, autizmi.
se ajo që i fola unë pra, që di unë është edhe për autizm, edhe për Alzheimer, edhe për disa gjëra tjera. Është ajo lule, ajo planta marijuanës. Atëherë ato me autizmin i banë për qepat, ato që kënaqen ato banë dhe kështu, kënaqen. Ratohen, i bën shumë mire atyre autizm edhe këto me Alzheimer. Edhe disa tjera, kjo lulja marijuanës i qetëson. Ka shumë të mira të pedi që edhe kjo është e keqe që marrin njerëzit, që shohin njerëzit, po aty ka shumë benefite të bukura për këto si të post për autizëm. Provoje këtë shipe vetja. Ose me këto vajnat për shembull që janë origjinale të mira. Ja fut aty 1, 2, 3 për shembull 2-3 në ditë, ku e di unë ship aty që shko rekomandojnë këto. Që ti marrësh këto, po është shumë mirë për autizmin, qetëson ajo. A kupton? Ose, po e di unë, ka lloj mënyrash. Po kjo e di që është marijuana është shumë mirë për autizmin edhe për këto Alzheimer. Edhe për këto sensitivet që janë kështu na e poshtë, ajo qetëson ajo. Po dhe që thonë të të banë kështu, banë ashtu, je kështu, të zi që flasin. Po mos e merri që të desh, po s'pa të mojt i marrësh të ollë t'ilë, edhe për shembull mund ta konsumosh atë, po kështu me të vogla që mos, a kupton? Mos bash kot, desh kot, po ta marrësh vetën që të sohesh. Dhe mos për të njerëz i kanë këto gjërat, ndihmon shumë, ha. Kështu këtë rekomandoj. Ishte edhe i pyetje tjetër, po thoshte kjo vajza për njerëzit që e vrasin vetë në vetë, çfarë ndodh me ato? Me që ndodh për ato shkoj shtëpi ime, po ti s'ke nevojë me vra vetën tate. Ku ta tregon që ti je zoti, ti ta zbulosh vetën tate me të ajtosh si mret. Ma mirë se me vra vetën tate, ma mirë po thuaj për fus kësaj. Po s'u baja këtu me atë edhe vra vetën time. Po që je mënyra pa të punë, po çfarë ndodh me ato? Me shkojnë në shtëpi atë përpara, ashtu që kuptoja unë, përpara se mu hap kjo drita rruga shtëpisë, që vishin to me reinkarnim, ato vishin prapë, po ju bëhesh jetë edhe pak si ma vështirë, se sa e kishin përpara se me vra vetën. Ka pasur shumë njerëz që mendoshin, po ta vraj vetëm unë dhe i ke zoti, ja, kthehesh mrapsh. Po i merr hapi, më shkon direkt në shtëpi. Po unë se rekomandoj atë. Po ka shumë njerëz që kanë për të pas kështu eksperiencë me përvoja ndaj vdekjes. Që po thuj ka për vdekje dhe ka për të ardhur prapë mrapsh edhe ka për këtu shumë gjëra. Ka edhe që kanë për vdek, po që s'kan qef të kthehen, kupton? Varet, kush është. Po unë se rekomandoj këtë, lene të dali naturalisht, po ndodhi, jepja një zbulim vetë saj, ta zbulosh si kush jeti, se dhe kuptosh një që ka qenë komplet i lojë, për me e viktim jenë vujtme, duke të vetja komplet fare, po është fare, s'ka leverdit jetosh, aja është për momentin, aja është testi, po unë se rekomandoj. Ti dhe mund vish prapë për shembull, se ka shumë me që të vinë këtu i mesë, nga që po zhvillohemi me këto, me gjithë fuqitë që jemi në Zot, që i ba ju, që i bani ju, që na ndodhin ne, të zhvillohemi dhe ma shumë me të ardhmen, se ka ardhur koha, të zhvillohemi dhe shohim ma shumë çfarë bëjmë ne, do udhëtojmë në për vende të tjera, kupton, ka lloje mënyrash. Të shijojmë jetën, pse të vrasësh veten tjetër valla. A kupton, kur ka arrit në kaq kohë, unë sa rekomandoj fare këtë, po ti je lirë, ban ç'është dush. Ne shkojmë gjithë shtëpi, shkurt. Atë ti marrësh gjërat me vete, di shohësh atje çka ke, e kupton, që ke mundësi ti lirë ashtu. Mund ta kupton, zbulosh veten. Ose ta zbulojnë ti vetën, ti mos e zbulosh veten, ti prap e merr përfitimin, po ti je këtu. Asi u s'ka baj fare me të. Ishte edhe pyetje tjetër këtu. Dhe shkuta të poshtë, se më erdhi mesazh. Po thoshte ku e lash? Po thot tu. Është një gocë me diabet tipi 2.
Nga gjyshi, kemi nëse këto diabetet vjen nga gjyshi edhe nga rruga, nga raca, e babas e këshu. Që këshu përthuj paka shumica me gjithë me diabet, kanë qenë me diabet. Edhe kjo vajzë kjo hangë shumë amëlsira e shumë gjëra këshu të këqia, këpëton? Me shumë kohë, nga stresi e këshu. Edhe me ka qef të largoj edhe peshën e me, edhe të që jetoj më shumë. Edhe me rrugë spirituale, si mund të ashore vetën. Për me, ju e doni këshu si doktori, që ka mashtru ju, pa na jemi të smut gjithë me. Do të mashtrojnë me amëlsira, me sheqera, me gjana, këtë japin kokrat mashtranët e matan. Që të majnë ty të dobi tani, fillon me diabetin, anë i dëmëroj ke diabetin 1 e 2, dhe fillon me kokra. Edhe në e ku s'ke gjafari këtë thonë të diabet, bashkë me diabet. Të doktorat janë aty për biznisman, janë si policat, të japin gjobën, ti thup se me jebe gjobën, po i me do të jap gjobën, se për të lash gjobën unë dhe do më dalë, do më zeli nga puna, dhe fusin tjetrin punë. Është një nga këto. Si kështu i me do të japi gjobën, dhe këtu do të japi diabetin e doktorit ty. Edhe mund të shohi, edhe mund të kesh diabeti. Unë si besoj njeriu të botë e doktorave. As ti njeriu, as çorçafit, as atit nalt. Që kështu i me pas këtë huqin e keq ju, që kam thënë ke video përpara, me kancerin që kishte tjetra. Që po thotë, e ka gjyshi, nga raca e babit, tjatit, e të gjithë, po thuj. Po me që kam thënë, kanceri ashtu vjen, ku e me njani për shembull, nga stresi, nga këto që jeton me hanë gjërat qia, shumë amëlsira, kështu, jeta strese. Ajo është komplet ajo ndryshme ata që ti duan këto që të bash ti, që të kapin këto aty që të bajnë dobët ty. A kupton? Bajnë mashkuj si femra, s'kan fuqi janë, të qohen, janë për ulën, nuk kanë fuqi, se këto e kanë baktë me kohë. Jo vetëm kësaj, të gjithëve. Edhe këtu i me nuk është e vërtet që ka pas gjyshi dhe keni gjithë ju, është rrenë, mashtrim. Gjyshi ka të bajnë me vetë, lene këto i ka pas ai dhe kem dhe unime. Janë gjanat kota që ju fisin nga për shtëpia, futën ke sfera juaj, edhe futën ke gjako, ke qeliza, edhe ju ani doni mashtrimin e Dr. Fauci të japi ju kokën të shëroj, pa e kokën e pas më keq. Po ju kam thënë 100 herë me që ta marrësh vetën për shembull. Me të leshti këto, e di që është vështirë se ne kanë lot menjën këto, ne s'kemi forcë në ta zbulojmë vetën. Na shijojmë më shumë këto ambëlsirat e këto gjërat, e kupton? Se na kanë hyrë fiksim. Po me po si bëre të gjati kjo do të thonë që është si ti kështu. Se ka të dobët, gjendjen mena për mena, nuk ke fort fare. I ki lang këto gjërat ta marrin aty për narin tate. Këto besime që i ka gjyshi kështu. Hiqi këto huqet. S'ke të pashti fare me gjyshin. Kua gjyshi ku jeti? Jeni dy ndryshe. Lesa erë aty ti s'ka paj fare me DNA tate, ti e reprodhon. 3 ditë agjërim, bam! Riprodhohet trupi, 72 orë. A kupton? Pastrohet mirë fare, vazhdon hanë një ditë. I kohë, do pësohet shumë mirë, keqen gjithë diabetet, gjitha gjanët. A kupton, maje vete tamam, unë se kuptoj pse nuk ka këto, a kupton, edhe për tash do diabet haj, me shiq për shijojo, dhe hajni me, në do baj keqi me edhe unë do shnoshe, mos do smunë të baj me diabet, se që po e flasin të për diabet. Bane si gjina fqare, si viktima gjithë, merrni me vetën, kapën e ty, qa bajt shotu, ej, që shkërgjyrë këquni për thotë mu që të haj pak, a kupton? E të haj gjëra më të mira, se marrëdorën pak tyve i sopkojme. Është programi, është mësu me sheqernat. Edhe unë haja donotët, a kolloret e McDonald'sit. Qa s'kisha të mërën, a shijojnë ato. Ishin ato shumë mira, po. Zoj, s'komunikojnë me mu. Që këshu e me unë zdi që atë them. Ani vjen dhe stresi. Kanë gjithë shumë gjëra, kupton? Stresi ka të bëjë shumë me këto gjëra që s'munësh, po agjërimi, gjendja mirë, edhe e hecmja, kjo jeta, që po them unë, kjo të shërën nga gjitha gjërat. Unë këtë di, kjo është originale, me këto medikamentet bësh keq. Edhe me ta ambëlsirat, unë si prek ma me dorë të gjërat. Po ndi hajë ko në ardhme, ku i djetë mas 5 vjetë ndryshon jeta komplet. Ate e kemi amëlsira shune me, a kupton, jo me të sheqerën, atë me të pisluqit që hajmë në sot. Shërbeti me sheqerë. Qa është ajo? Ajo është shumë mirë për të bash
shërbet me mjalë, po mjalë është ime edhe i shtrenjtë, kupton, po e ka muhabetin. Ka lloj gjëra i bash të gjërat, po në kohën e ardhme ka për të bashkë shumë më mirë, kupton? Mund të hash këto gjëra, po më qysh është gjendja unë se prek me dorën, i ka marrë 100 milion herë. Unë merr koha që të lejon këtë tortën për uli mu, dhe lejon këta mëlsirat, këto sheqernat e kështu, unë edhe kafën e pi pa sheqer. Mos fuzu ma, unë fus sheqer tamam, sheqer frutë, du sheqerën në ke. Kapi aty 5 fruta, 10 fruta, përzi, pije. Për shembull, po deshe kështu sheqerti, kështu në një koktejl, në një që doni ju, që shafik sutruni. Zdi që që them, ashtu jeton edhe ma shumë, a kupton? Programohet trupi komplet, zhvillohet. Kur rinë gjendje të mirë, kapësh me dillin që është tjetër, s'kam nevojë të hajë fare, po s'ke nevojë si pastron gjitha gjanat vet. Shifit të tjersat e mira. Unë ças pastrojme. Ka që marr këto rreth të qartë meje. I fusi flami shplamë anë për qef, freskohem, a kupton? S'ka të bëj fare, shijon vetëm edhe kështu në mënyra të tjera. Edhe ku han tamam për shembull, pa ngjen ditë shijon si metë, shijon, edhe të hash si kal vetëm që ti tosh, mendon. Ka koha për thangime, shijon tamam për qef. I fut trupit me vetdije, ky frut i ban mirë. Ky do mshëroj mu. Ky do më mirë të pastroj. A kupton? Pi çaj për shembull. Po pa përzimi me këto coconut oil, mos mësoje vetëm ta pis pa sheqer. Unë pija kaftën e hill, kështu disa vit pa sheqer. S'm shijon të fillim. Tani jam mora dorë, më shijon. Pse se ta fus sheqerin e këtyre ke trupim. Se më pengon, jo se më pengon, po ma ba rrugën vështirë të marr informacion. Zhvilloj, unë jam zoti të rriun dhe me sheqerin, i ka mangë kështu disa vite. Gjitha gjanat i ka mangë, gjithë ne kemi hanë. Pije nga 3-4 litra Coca-Cola në ditë. Më shifë ato Coca-Colat, ajo e prisht atë ndryshkun, ke maqina. E pasë me kështë ndryshkun e ke heke aty, e pasë me Coca-Cola ajo, i këtë ndryshki. Edhe këte ne fusim këtë trupi jonë. I me Coca-Cola të ashme, po, mund t'i pi, pun i kam pi 100 herë, qështë. Së shpuna se s'kam pi 100 herë. I me... Për i tjerë. A këpëton? A këtu së ndash ka s'një mu, a këpëton? Që shu i me e merë informacionin, i ke gjitha mena për mena. Sa t'kesh mundësi. Haje në ditë, hajë gjërat mira, i copkohe, mësoj vetë ndryshe, është vështirë në fillim, dhe qash, do duhet ajo mëlsira, do t'a shpifi menjën, imaginon ku ashme atene, që jonë të ke goja. A çfarë do të bëj, do të degeneroj. Po nuk më ta ngjoj atë, unë do isha kisha ardhur sot. Do kisha marrë këtë eksperiencë, do isha dhënë kaq fare. Si shumë njerëz tjerë. Kështu i me është ajo. Muzika bukur, gjendja bukur. Kënaqë vetëm ta, dashuroj vetëm ta, ngjoj muzika të mira, ngrije krenarin tatë, mos e ngjoj as nën, as gjyqës, as babët, hiqi këto gjërat, s'ka të bëj fare me ty. Po ku e ke sfera tyrve ti, një gjënë ato aja të vjen ke sfera jote, thita, si bateri, si magnet, një gjëmë ato historia, i blem ato medikamentet, flasim për ato. Shko ke farmacia, bli gjyshit këte, gjinans atë, edhe merr veç shtëpia. Ja, që bam, ja, moj goca këto kokrat, ja, pa hajt këto kokë. Shipi që më beti bajmë ne, jemi lau fare këtu, jemi thartu, gjanat kota, është zot, shipi që më bat me ty. Mos i lëng të legjen aty të mashtrojnë kështu me gjanat kota. Aty janë sheqera, nuk ikin. Ku han ta mamani, ku dush ti, forcoj vetën një herë, kështu, mençurisht. Po të helmojnë gjetu, s'to do njëjtë mirën këtu. Gjeto që themi ju, qeveria, nuk do njëjtë mirën, ju ka mashtru keq fare me televizora, me reklama, me këto, që që fillova unë cigarën. Ikte aty ishte ajo, reklama, ajo me Marlboro, ishte mirë shte fare. Pinta aty ai gjithaj të shumë, gjithaj kampion dukesh ai, wow, pas kështë që të banë se kjo. Filla unë Malborani. Vetë për të vjellë të zoti ja mora dorën unë, si që një vogël, që paketin gjepun. A këpta kështë e merë doreve të gjitha. Pej me, që ke qikë të marrës dorën ti, këtë trupi se të di, sa të prekermosh dhe baj. I me, kjo është rruga spirituale, që doni ju. Që mu ta shoni vetëm. Për qef zotit. Këtë gjithë mena për mena, pa e di që është vështirë, e di, nuk është kollaj, është dëpsu zemra, truni, i vjen mrapa këtyreve. Pa i me kohën bajnë gjitha gjërat, ku kalonin nga ana tjetër, dhe shofësh mrapa që kam bafër, pa besueshme.
Po ti me ko e bante vetën tale, ti që s'ban mani, kështu t'vjen e vetë besimi. Gjitha gjanat hapen në dyre tani. Në gjoj zhurmën. Kjo frekvencë me putë mu ke gjaku, ke qelizat. Qa banë unë se kam të dju, as du t'ja di, e di që më banë mirë, e di që më knaq. A këpëton? Disa më në duke të ki për fut kasë. Mirë. Kasë fare për fut më. Më di që kjo është gjë e mirë, më do mësoha me këte, e që këmë duke që fillim, nuk është mirë, nuk e pëlqeja. Qa është kjo zhurmë, thoja. Se isha zhurmë ke menja, po jemi e miqjetën, e këptoj. A këpëton? Qëtëson, qëron. Gjitha ka të bëjë me frekvencat. Si kështu mendoj se ju kam përgjigj shumicën e pyetjeve sot, kjo baj ore gjysmë edhe ju shoh në vitin tjetër. Mirë pafshim.